Sigurisht, mënyra e vetme dhe e parë që zgjidhet për të afruar punonjës është niveli i pagës mbi aftësinë apo formimin e punonjësit apo shumë mbi pagën mesatare, dhe kjo është logjik e diktuar dhe e shtyr nga nevoja për shumë sipërmarrje, të cilët ne sforcohen për të paguar një punonjës më shumë se ç'i takon atij, vetëm se nuk duan të krijojnë një hendek apo një bushlëk lidhur me proceset e punës. Dhe kjo është një zgjidhje apo vendimarrje e sipërmarrjes për të arritur të siguroj punonjësit e tur. Në Shqipëri prej vitesh diferencat në nivelin e pagave janë një problem realisht shqetësues, se sot paguhet më shumë një sanitar se sa një inxhinier, paguhet më shumë një punëtor i thjesht ngarkim-shkarkimi se sa një profesionist që ka investuar në formim në universitet edhe në shkollë të lartë, flas për pozicionet dhe profilet fikse tradicionale, nuk e kam të bëj këtu me iniciativat sipërmarrëse që janë një tjetër gjë, dhe kjo prishje e piramidës pagave mbi bazën e formimit, profesionit apo statusit profesional që ka një punonjës në Shqipëri është shumë problematik dhe ka nevojë për një instrument rregullimi që në këtë rast mund të jenë pagat e referencës, të cilat orientojnë edhe vetë sipërmarrjen se sa përcaktojnë një pagë me një rol caktuar për një punonjës dhe e ndihmojnë dhe atë ta justifikojë pagën që jep punonjësit me pagën e referencës, dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, thjesht institucionalizim i nivelit pagave në një industri apo sektor të caktuar.